Në Kërçov sot u mbajt ceremonia promovuese e programit Green and Grow, një nismë re financiare e zhvilluar nga Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Fondi për Teknologji të Pastër në kuadër të fondeve të investimeve klimatike. Aktiviteti organizuar në ambientet e Hotel Kërçovës mblodhi përfaqësues të institucioneve, biznesit dhe organizatave vendore, me qëllim forcimin e tranzicionit energjetik dhe nxitjen e qëndrueshme ekonomike në rajonin e Pellagonisë dhe Mëgjer. Në këtë aktivitet mori pjesë edhe kryetari i komunës së Kërçovës, Fatmir Dehari, i cili në fjalën e tij para të pranishmive falenderoi Berghin që zgjodhën pikërisht Kërçovën si qytet të parë për promovimin e këtij programi. Është kënaqësi për mua që u përshëndes të gjithë pranishmit në emër të komunës së Kërçovës dhe të shpreh falënderim ndaj Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim për zgjedhjen që Kërçova sot të jetë qyteti i parë mikpritës në rajon, ku do të mbahet ngjarja promovuese e programit Green and Grow për mbështetje të tranzicionit ekonomik të gjelbërt në rajonin jugperëndimor dhe në Pellagoni. Si komunë, Kërçova është e njohur për orientimin e saj drejt zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm, me aftësi për shtatje dhe zbatimit të masave për përmirësimin e konkurrencës dhe ambientit të biznesit. Një nga qëllimet kyçe strategjike të komunës sonë është rritja e zhvillimit ekonomik përmes krijimit të një klime të favorshme të biznesit dhe mjedisit afarist. Mos të harrojmë edhe një investim tepër i rëndësishëm pra në fushën e zhvillimit të gjelbërt, investimet në afër termocentralit Oslomes, që kemi centralet fotovoltaike me mbi 100 megawatt. Dehari po ashtu pati edhe vrejtje deri te organizatorët për mos respektimin e ligjit të gjuhëve. Faleminderit edhe një herë që zgjodhet Kërçovën, qytetin tonë, për këtë program të rëndësishëm investiv. Vi благодарам още веднъж и накрая за домакините на Мала Забележка да се почитува уставот и законите за јазиците, бидејќи во општина Кичево и во ниво на државата албанскиот јазик е службен јазик, па во Кичево е и турскиот јазик. Në këtë aktivitet fjalë para të pranishmive mbajtën edhe Verica Haxhi Vasilieva, Maja Stolevska Konstadinova si koordinatore rajonale e programit, si dhe përfaqësues nga Shparkase Bank dhe NLB Bank.